Për këtë arsye, eksperti i sigurisë dhe i shëndetit në punë, zoti Naim Bajraktari është në studion tonë. Zoti Bajraktari, faleminderit që erdhët. Shëndetje në studiet. Pothuajse gjysma inspektimeve e punimeve vendpunishteve të inspektuara në 2 ditët e fundit janë ndaluar. Sot një rast konkret, rrëzimi i Vinçit në Prishtinë, një punëtor i lënduar, disa punëtor të vdekur në vendin e punës vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2026. Çka janë këto probleme të përhapura, çështje rastësore, pakujdesi, mos respektimi i ligjit, në shikim të përgjithshëm si përgjigjeni? Kjo më pëlqeu kur thati në fillim ku ti faktorohen këto paragjithësi. Shumë me vend në pyetje këtë. Fakturimi kryesisht, jo kryesisht, po pikës pari ka shkuar vetë qeverisë. Vetëm vendimin, momentin që ka marrë ministri, kjo shifre se aje pas ka pa që një fakturë ju ka mri vetëm te inspektoriati, se është tepru 8 raste dë vdekjes në këtë vit për 3 muaj, kjo një shifër shumë alarmante është. Kur e kem parasysh se vitin e kaluar kanë qenë diçka tej mase me 34, diku janë 32, diku 34 raste, po fakturimi ku do t'i bëhet? Drejt për drejt qeverisë, ministrisë, inspektoriatit dhe punëdhënësve. Punëtori është i fundit ato që përmend. Patjetër që është fajtor nëse nuk i zbaton masat, po fakturimin kryesor, gishtin do të drejtojmë drejt qeverisë, pa kontroll shtetërore nuk kryet asnjë punë. Jo vetëm në inspektoratin e punës, por çdo inspektoriat e kontrollon punën e vet, sektorin e vet. Kjo pa me këto inspektime që juve thatë për 72 inspektimeve, deri 50% që kanë mbyll. Do të thotë për 3 ditë, në fakt për 2 ditë ishte në raport 48 tetor, sa e pam. Ata premtuan që do të nxjerrin çdo 48 tetor, raportin tjetër nuk e kem parë, çka ka ndodhur do të 3 ditë e fundit. Se sa shkele kanë gjetur, apo sa mbyllet e vendpunishte janë bë. Fakti që kanë gjetur çdo 2 vendpunishte dhe për 2 ditë gjën 34, po nëse i pyesim për këta 3 muaj, po shkojmë vitin e kaluar, sa mbyllje kanë pas. Do thotë këta, unë fillimisht e kam përshëndet këtë vendim, dhe kam thënë jemi gëzuar neve dhe do gëzohemi gjithë Kosova, sepse është një vendim që të shpëtojmë punëtorët tanë, ata janë fëmijët tanë, familjarët tanë, njerëz tanë janë ata. Fundja ky shtet mbahet me këta njerëz dhe ne nuk kemi fije kujdesin ndaj këtyre njerëzve, aspak. Edhe në këtë rast tashti, po del mas 4-5 ditë një javë që ka lënë kjo, mu mbush mendja që kjo pas ka qenë sensibilizim më i madh të vetë inspektorët. Tash ata vetë do të thënë, po kjo gjendje që ka, do thotë ata nuk e kanë ditë as ata çfarë gjendje është. Po mirë, a duhet me na vdek njerëz që ata që paguhen për ta kryer punën e vet vëdësojnë, ju bjen mend që duhet ta kryjnë punën? Jo, Lërika duhet ajo. Jo që s'duhet, për nuk duhet. Më fal, për çastin por vje si reagim qytetar. Përtojnë çfarë aspekti për tu, se pasi që ndodh një fatkeqësi, mu vjen edhe mu keq sepse na për emisione kur më thrasin pasi ndodh fatkeqësia. Unë shumë dhe çdo media i tham, na thirrni për një herë kur jemi të qetë. Edhe të na thirrë po krah me tjetër një inspektor, tjetër dikush nga shteti, po tjetër në krahun tjetër një punëdhënës, edhe debatojmë së bashku. Unë shpesh e përmendi ka punëdhënës Lurik që na thot ku shkon inspeksioni sidomos. Po dhe neve paraqiten se nuk dinë se çka është siguria në punë. Është mundur? Është mundur kjo. Po si është e mundur të paraqitet kjo, që nuk e di një kompani. Kompania kur themelohet, i ka strukturën e vet, stafin e vet. E në mesin atij stafi duhet ta ketë paktën ligji thotë paktën një njeri që kujdeset për punëtorët. Ai njeriu është i pari që duhet sigurohet. Nuk është puna vetëm një njeriu, se njeriu duhet kujdeset për masat janë për ambientin. Ne bisedojmë për ambientin pikërisht ju keni tani. Dhe këtu do të kenë një kontroll i person kushtet si person kushtet. Ai eksperti i sigurisë është menaxheri i sigurisë, se ai nuk do të thotë që ton alarmit i dini ekspert. Ai mund të jetë inxhinier, por nuk është jurist, apo është jurist por nuk është biolog që të merret me dëmtues biologjik. Do thotë roli i ekspertit është të menaxhoj. Unë them një dirigent në kompani që të shef ku janë masat, ku çalojnë. Nëse çalojnë të elektrika thret servisin elektrik, nëse kemi plur, do të marrim masën për plur. Nëse Vinçi tani në këtë rast
Pa, ka gjama tursh me kjo më ramin që edhe për fatë mirë që pas ka rendu një punëtor. Edhe një tjetër lyrik, ne për këtë punëtorin tani sot flasim dhe asnjëherë më këtë punëtorin. Kujt i intereson mas një javë gjendja e këtij punëtori. Nëse pyesim në inspektoriat, a kemi një statistik pas me të vdekjes se nuk po mund t'i fshefin, po listë e lindimeve nuk kemi fare, kur nuk diskutohet, invaliditetet e punëtorëve. Edhe se mos për gjaskte, mos marrja e masave është kryput. E kush i merr masat, masat i ka përcaktuar ligji. Kur do t'i merr? Do t'i merr punëdhënësi. Kush e kontrollon, ai merr si merr. Ne jemi të vetëdijshëm në çdo punë, se nuk kemi kontroll, aty ka anarhi. Si është rregulluar, si funksionon inspektori? Duhet të vizitoj secilën punishte apo bëhet kështu rastësisht se kur i inspekton ose jo? Inspektori duhet të inspektojë jo vetëm punishtet, çdo vend pune, çdo kompani duhet. Ne kemi pas rastin edhe me pikërisht me medjen e juaj, nisënishin ka para disa vite ka që inspektorati mund një aksion të kontrollon media se çfarë gjendje kanë sigurinë punë. Për mua ka qenë absurd, sepse nuk ishte prioritet mediat. Nuk ka që ju s'keni media që s'kanë mangësi, po prioriteti ku janë rreziqet më të larta, si në industri, edhe tani edhe një inspektorat unë jam madhruesja se që të bëjnë një hierarki të rreziqeve, varësisht për rreziqeve, ose ku po na ndodhin. Nëse po na ndodhin ndërtimtarit, ta vizitojmë ndërtimtarin. Po mos i lëm anësh tjerat. Prioritet kanë kompanitë me rrezikshmëri më të lartë. E kjo tani në inspektorat, siç ka qenë për media, bie fjala ka pas raste kur inspektorati ka marrë, thot 2 javë ditë banatorët i kontrollojnë. Momenti që kontrollon banatorët, ndërtimtaria 2 javë në gjumë, apo tjera sektore. Sektorët nuk duhet të emërohen cili ka mu kontrollu. Unë kisha me thonë, të jepet një përparësi ose një autoritet vetë inspektorit, që inspektori të vlerësoj se ku janë rreziqet më të mëdha. Po inspektori në veti nuk e bën këto, do ta ketë një menaxher, një kryeinspektor që bën një plan, sikurse ju mediat që bën një plan editor, cilat janë lajmet më rëndësishme sot që do t'i marrim në terren. Edhe inspektori bën inspektimet, të shkon të ndepren punë, jo pasi që ndodhi kjo, unë po uroj të mos del kjo një show mediatik 2 javë ditë, dhe do të jemi dëshmitar çka do ndodh më 2 javë në Rik. Do ta trajtojmë, do ta shohim çka ndodh pas 2 javësh, a ndalen, a nuk ndalen. Dua pak të bisedoj për vetë punëtorin. Ka raste kur kam dëgju edhe personalisht nga punëdhënësit në vend punishte, që thonë se i kam pajisjet për mbrojtje, por punëtori nuk i vendos. Veçanërisht në ditët e nxehta të verës, helmeta është e rëndë dhe e rëndë për ta bartur në ditë të nxehtë me diell. Kushtojnë këto pakujdesi, duhet të mbikëqyrët punëtorit më ashpër që t'i zbatoj rregullat e tjera? Ligji nuk thot askund që t'ja hek këtë drejtë të jap këtë liri punëtorit. Pse është menaxhimi? Pajisjet duhet të mbahen, nëse vendi punë me rrezikshmëri që duhet bëhet pajisja. Nuk mund të arsyetohet, se arsyetohen punëdhënësit thotë nuk e bart. Kur ndodh fatkeqësia, përgjegjësia ka më mbet vetë punëtorit edhe punëdhënësit. Po, punëtori ka një përgjegjësi shumë të vogël, do të dënohet për pakujdesi. Po për mosmarrje të masave, e një për mosmarrje të masave është edhe kjo disiplina. Nëse ti nuk mban disiplinë që ta urdhënon ata ta bart pajisjen personale, kjo është mos shkelje e masave të sigurisë në punë. Nuk arsyetohet. Nëse ti mënyrë nuk arsyetohet, pse nuk e bart? Punëtori me një vretje, me 2 vretje të marrëdhënie punës, se nuk mund të largojmë punëtorin me të parën. Po nëse 2-3 herë ai punëtor nuk e zbaton masën e sigurisë, ato duhet të largohet nga puna. Sepse shikoni me një kompani. Siguria në punë në them personale të vendet e punës, po shpesh është edhe kolektive. Çka është kolektive? Ky vinç. Ky vinçi që ka sot. Ky bën dëmb edhe te punëtorët, te qytetarët, te objektet. Pastaj shpesh punëtori nëse nuk i ka marrë masat e sigurisë për vetveten, ajo mosmarrje mos e mund shkaktoj një mossiguri kolektive të punëtorëve tjetër, prandaj nuk arsyetohet. Prandaj duhet një person i caktuar që them në të rritë kryt punëtorëve. Nuk do me investu. Nuk do me investu punëdhënësi Lorik. Sepse kompania ka 100 punëtor.
edhe mos ta caktoj një njeri që ti merr këto masa, që ai do ta largoj për punën, ai do t'i shkruaj vrejtë, pastaj pronari largon për punën, nuk do ta largoj eksperti. Eksperti thash është menaxhues, merr shënimet, ne mbron për parregullsitë. Po unë isha nërë më shumë se çka do të kontrolloj një inspektor kur shkojnë të me çka duhet? Puna parë do ta kërkon cila njeri përgjegjësi për siguri këtu. Nuk mund të futesh me një vend punisht të ti edhe gjen parregullsi, s'di me kam me fol. Përgjegjësia. E kush e morën përgjegjësi një njeri i saktum, mas përgjegjësisë merret dokumentacioni. Po çfarë dokumentacioni? Dokumentacioni sheh mungesat. Këta punëtor nuk po të marrëdhënia punës, po vetëm po flasim për sigurinë punë. A kanë certifikat shëndetësore që është i shëndetshëm? Në një certifikata shëndetësore që të ne shumë e thjeshtë. Ne është instalu ky standard i certifikatës e aftësisë për punë. Ajo për aftësi për punë nuk tregon aftësinë e punëtorit për vendin adekuat ku punon. Duhet kontroll sistematike, po kjo nuk ekziston fare te ne. S'është e shtrenjtë. Thonë që është e shtrenjtë. A është? Nuk është. Qenë ka e shtetë 50 euro, kështu kushton diku për 2 vite një certifikim, një kontroll sistematike, për vendet e të rrezikshme, për punëtorë tjerë, i bëjnë më thjeshtën. Këtë nuk e bëjnë. Pastaj te dokumentacioni do të thotë a ka vlerësim të rrezikshmërisë në këtë vend punisht, a ka bërë diku një laborat, a ka caktuar çfarë rreziqe kemi këtu, a i njoftu punëtor me këto rreziqe. Nëse ky dokumentacion kalon, pastaj inspektori del, thuhet masa teknike del në terren e sheh gjendjen. Pikëspari të skelës, se këtu nga lartësitë kemi rreziqet më të mëdha. A janë të siguruar hapësirat e hapura të liftave, që na kanë ndodhur shpesh me ranga këto. Janë të rrethum objekti. Do të thonë ramen nga lartësia është puna parë në vend punishte. Pastaj janë edhe quhet këto menaxhimi i pasrimit të objektit në rast rreziku, ka do të shkojnë ata, evakuim. Plani për evakuim quhet ajo. Në vend punishte, sepse është katrahur aty kur shkon. Nëse ndodh diçka ose ne ndodh ty hec, ose pironeri ty punu, ose makineria që është aty. Pastaj kontrollohen pajisjet. Domethënë është siguria e punës është komplekse, nuk është një zinxhir veprimesh dhe rregullash. Edhe aty ku është ma dopt, aty bën pasurat më të mëdha. Siç e përmendim tani rastin në mes të qytetit, të mos ketë një kontroll, një pajisje aq e lartë, aq e rrezikshme, çka më thon aty? Tash kujt e faj? Këtu në këtë rast patjetër tash nuk e lënë inspektorin këtu. Këtu tash drejt për drejt të përllësi do të pyesim çka ka ndodhur me këto. Mos ta ndajmë këtë zinxhir. Shteti i bie ligjet i kontrollon inspektoriati e i zbatojmë qytetarët ne. Nëse ne nuk e kemi kontrollën, asnjëherë nuk do të zbatohen këto ligje. Në cilësinë me veprimtarinë tonë ku i kemi me punëtorët tonë, nëse nuk kemi frikën nga shteti, do të ikem edhe financa, do të ikem edhe kontrollave higjienike, edhe kontrollave në rrugë kur dalim na, nëse nuk mendojmë që do të ketë policë në rrugë, do të vëzisim jashtë normave. Do thotë frika ruan çdo gjë. Frikën të pa sanksioni. E qartë, nëse flasim kështu me këto tona, që është normale, vlen për gjithë njerëzimin, jo ekskluzivisht për ne, apo flasim për mungesë tash për ne, për Kosovën, po flasim për mungesë të kulturës së sigurisë në vend, qoftë nga perspektiva e vetë punëtorit në këtë rast, meqense kjo është arsyeja pse edhe po bisedojmë, që nuk është i kujdesshëm për veten dhe rrethin, për biznesin që nuk i zbaton rregullat dhe vën rrezik punëtorin e vet ose vetveten, edhe për shtetin, konkretisht për inspektorët. A ka mungesë të kulturës së sigurisë? Shumë ka mungesë kulturës. Unë na bëjmë trajnime shpesh në kompaninë tonë edhe kemi shkollën ku bëjmë trajnime edhe për ekspertë për këto. Unë vi nga një zonë atje të rrethit Prezenit, ku maj mente një fabrika jonë ka pas 22 vetë. Fabrika Ballkanit, Suarekët me fjala. 22 vetë sektori sigurisë, ku ka bërë pjesë të sigurisë në punës, zjarr fikset, hidrante të ujë, mbikëqyrje 22. Sot në Ballkan nuk dia ka një ekspert me asaj fabrike. Mora si shembull atë, po do thotë
ka qenë kjo kulturë, po ne kemë punu diku afër 20 vite në Kosovën, në shtetin tonë të ri, paka standard. Na ka 10 vite që merremi me sigurinë punë. Prandaj kemi dhënë në këtë liri edhe punonjësit që kanë punu 15 vite pa kontroll, edhe tash thonë çka është kjo. Jo më jo din. Të vjetit e din, sidomos. Po ha ditrit në mbarojnë një shkollë të mesme, të paktën në të shkollë të mesme, të ketë një program. Kjo na mungon shumë. Po ne, unë kisha me thënë atë vetë inspektoriati, inspektorët, unë nuk di se janë këta të informuar për vetë rreziqet. Kur panohen punë inspektorët. A ka mundësi që inspektorit mos jetë informuar për rreziqet? Ata janë këta djemë me vajzat tona, të shkollimet tonë, ku kemi mësuar për këto rreziqe. Edhe është një konkurs kur pranohet. Ata nëse nuk ndjekin ndonjë kurs në mënyrë të vazhdueshme. Në vazhdueshme, atëherë si është mund të shkon të kontrolloj një kompani. Unë uroj që ata ti din këto. Po thonë se për shoh çka kërkojnë në për kompani ku shkojnë atje. Dhe mund të ishte një pyetje tani në për të saj, po sa ekspert kemi? A kemi? Shumë pak. Shumë pak. Pse? Nuk kemi mundësi ne që t'i krijojmë ekspertët, apo nuk gjejnë vend punën në institucione? Unë të tregoj tani një rast që ti nuk është kjo për reklam, sa është për përdhimbje. Ne kemi disa qendra trajnuese për ekspert, tani që ne 4-5 vite. Imagjinoni ju që 3 vite, ata persona që kanë mbaruar shkollimin, se mbarojnë në për këto qendra që zgat diku 3 muaj, 150 orë trajnimi. Provimin duhet marrë me dhënë në organe shtetore në Ministrinë e Punës, që 3 vite nuk është mbajtur provimi. Ata të fundit që kanë dhënë provimin para 3 vite, që 3 vite certifikimi i tyre nuk është nënshkruar nga ministri. A din kur është nënshkruar lirik? Para 1 muaji. Kur ka ministri i ri tani, certifikimi i tyre para 3 vite që është bë, është nënshkruar, po do të thonë na që 3 vite nuk kemi nxjerr më eksperta të ri, sepse vetë kemi thënë pse të vjen ata ndjek një kurs të ne, ku nuk ka ku më dhënë provimin. S'është kjo shkelje nga vetë shteti, nga vetë qeveria, ku janë këta? Ishte një ministri e përzime ku ish ministri kalum, tani për fat mirë që është nda Ministria e Punës. Unë nuk di, ai ministra ka folur ndonjëherë për punën. Kishte do zëvendës ministra, ndonjëherë në takim në për vjetor apo për ditët në majt kur është dita punëtorëve, përndryshe ku nuk kemi pa një diçka risi. Kjo ka ndikuar që ne mos nxjerrim treg eksperta. Edhe unë shpesh në trajnimet tona ku shkojnë në kompani, thonë mund gestë ekspertit, caktoni kryepunëtor që të paktën ka një përvojë, një më i vjetër, sepse nëse marrim një statistik, mosha mare, lori ka shkon avdes. Pse edhe kryejnë një pyetje, pse mosha mare? Do të thotë ai nuk ka trajnim, ai nuk ka përvojë pune, nuk i di rreziqet, nuk e di me çfarë përballë. Nuk i di rreziqet edhe kjo, atëherë i thon kompanive, marrë caktoni një punëtor, një kryepunëtor. Pastaj është një tjetër gjë që është shumë e rëndë për neve. Çfarë sigurimi shëndetësor kanë këta punëtor? A do të bëjmë pyetje në çka ndodh me këto 8 familje, këta të njerëz, dikush kalon prindit, dikush kalon fëmijët, dikush varësisht çka kalon, por është ëllimshme jo vetëm për humbin e jetës së tij, por ëllim për gjithë familjen. Kush është ai që kujdeset për këta? Kjo komplet bie në zonën e sigurisë në punë. Këta njerëz nuk kanë sigurime shëndetësore. Ne e dimi, po sigurime as ne nuk kemi, sepse shteti nuk ka kapur këtë ligj, edhe neve na konvenon sidomos sektorit privat, po ne privat, po ne kemi sektorin shtetëror, lurik ne kemi ushtrin pa, e kemi policin, e kemi këta pa sigurime shëndetësore. Unë kam një mik që punon në vetë në forcat e sigurisë, edhe ka bën një kalkulim se këtë profesion e ka. Diku 7 milion kushton komplet sigurimi shëndetësor për gjithë ta njerëz. Në rast një fatkeqësie apo një trazire, atë të parë që do të shkojnë në front, çfarë vullneti kanë ata? E tërë po kalojmë te punëtorët. Punëtorët tonë mas një them po na ikën çdo ditë, si mos ikën. Se një prej shkaktarëve është edhe kjo. Nuk ka sigurinë punë. Tani që është një thënie që ju shfrytzuat për të ilustruar, frika ruan kufirin. Frika detyron zbatimin e ligjit, frika nga dënimi e tjera me radhë, po dënimet aktuale që ka në dispozicion në mundësi inspektorati për shkelje të kësaj natyre dhe për sigurinë në punë, janë të larta, janë të ulta, janë të mjaftueshme. Dënimet janë shumë të mira, po nuk zbatohen fare.
për anomali. Dhe tani, inspektorati ka pas dënime administrative në qujtë edhe mandatar, ata edhe kanë ekzekutu vetë, ka qenë detyruar shumë punën si mi pagu ato. Ka 2 muaj është hek edhe ky dënim. Ka kalu, nuk ka ma dënim administrativ, eksperti e bon, në fakt inspektori e bon shkelet, e parashet shkelet, e paraqet e qonë në gjykat për kundravajtje. Imagjinoni ju shka do ndo me kundravajtjen me adenim. Kur do të realizohet ajo? Do të është tek edhe një frikë për punëdhënësve? Edhe kjo. Po, unë nuk mund të arrit të kuptoj punëdhënësit a jenë vidishëm për humbin një punëtori se çfarë pasojë do të ketë vetë punëdhënësi. Në çfarë sensi, çfarë pasojë? Çfarë sensi? Unë i tham, 3 lloje dënime mund të merr një kompani kur ndodh në rastin e një fatkeqësie, por në rastin edhe këtij që sot që ka ndodhur. Nga inspektoriati mund të merr një dënim nga 2 euro deri në 35 euro, që tash ka kalu te kundravajtja që 2 muaj, që zot thuja gati është hek, mund ngrej padi prokurori. Çdo herë kur ndodhin këto fatkeqësi ngrej padi, edhe i thon punëdhënësve, ti do ta kanon inspektoriatin, do ta kanon ndoshta edhe kryeinspektor, këtë prokurorin. Po nuk do të arrin ta kanon kur ti familjen. Familja do të ngrej padi civile për kompenzim dëmit. Janë dënimet aq larta Lorik. Po ai zbatu nëse më pyet, them se jo deri tani. Mirë po, një ditë kanë mos zbatu sepse nuk vjetërsohen veprat penale. Edhe dënimet, unë e di që kanë arritur me 100 euro, 200 euro dënimet. Ka kompani, familje që ka kërku për një invaliditet humbin një gjymtyre dhe 200 euro. Nëse nuk realizon 200.000, 100.000 ka më realizu. Edhe kjo është ndam të vetë punëdhënësit. Do të për mos marrjet masave, do të dëmton, në fakt, fillimisht e ka dëmtu familjen edhe personin që ka humbur jetën, po vetë edhe kompaninë. Nëse pyetni sa shpenzimet e një kompanie për sigurinë punë, unë e përdoj shpesh, them janë zero. Edhe mund të thonë dikush si është zero. Or krahasim me ato pasojat që vinë pastaj, janë vërtet zero. A është kosto e përballueshme? Shumë e përballueshme, shumë e vogël është ajo kosto. Shumë e vogël ajo kosto është pajisje personale, janë të lira, pastaj për një rip sigurie të bjen një rip sigurie që qenë ka 20-30 euro pas jo më shumë. Kjo është vetëm kërkput mos marrë masave. Edhe prap do të dalim sepse përmendim shpesh frigën. Nëse nuk ka frigë, punëdhënësi s'ka më marr kur masat. Inspektori, nëse nuk ka një mbikëqyrje nga vetë, se dhe inspektorati do ta ketë një mbikëqyrje nga dikush, do të raportoj dikuaj. Për fat keq, ne jemi larg rajonit. Nuk kemi një databazë se ku regjistrohen këto vizita që i bëjnë. Se si ky raport që dul, këtë Kosova morën vesh nëse çka ndodhi. Në rajon, mund e përmend edhe diku me një kisha një rastin si të ju, Kroacia. Çdo vizitë që bën inspektori, ajo regjistrohet automatikisht me kompjuterat del në qendër të inspektoratit. Çdo trajnim ne që bëjmë, nëse kemi bërë për kompaninë e juaj, do t'i del se televizioni Nisani ka trajnu 50 punëtor, ka bërë vlerësimin e këto, edhe vetë inspektori nga qendra mund ta shesë se cila kompani është ka kontrollohet, kush i ditën nga këto. Anarhi totale të kontrollat. Ku ti tekët me shku, ku ti tekët, a ka vullnet, a s'ka vullnet, a ka simpati, s'ka simpati. Na kanë pyet shpesh edhe korporatat të mëdha kontrollohen. Si mëdha, si e vogla, si ato janë të na ndodh të gjitha degët. Të mëdhajat mund si të më shumë mendon se ka më shumë punëtor. Se jo që ka kontroll, s'ka kontroll njëjtë. Jemi çdo ditë terren. Unë po them tani na ka kaluar neve se u bën 10 vite, pastaj fillon edhe rrugës i ka kalon gjithçka është pa rregullsi. E tepër. Unë them, a ka moral? Këshilla konkrete. Në radhë të parë ku i drejtohesh? Punëtorit që do mbroj vetveten, shëndetin e vet përderisa punon, për punëdhënësin dhe për shtetin. Cilat janë këshillat? Punëdhënësin, jo për punëtorin. Punëdhënësi, punëtori kur shkon punë i thot punëtorit, "Ke në këtë ambient, e njofton me ambientin, po rregullat e kësaj shtëpie janë këto. Në këtë vend punë ti duhet të bën këto pajisje, e në shkruan një letër që e njoftuar me rreziqet, e në shkruan punëtori. Kjo në shkrimi punëtorit për të hek barrën ligjore e punëdhënësit. Se po thamë në shkruan se shumë fare, unë i tham punëdhënësit,
Shtihen punëtorin, njofto me rreziqet, ne të nënshkruan një dokument. Pastaj kalon përgjegjësia te punëtori. Nëse si ka zbatu, nuk mund t'i drejtohemi punëtorit tjetër pa dëgjueshëm. Po thotë s'di për çka. Po ky po s'kam pa kur rryp sigurie. Po kur kemi pa na me rryp sigurie në fasadë ty montu dikush. Gjithmonë kur shihnin nga rruga, lart dikën, është e pashmangshme rrypi sigurisë. E pashmangshme. Ne nuk shohim fare këto. Do thotë i fundit është punëtori. Po mbi të gjitha këto është kontrolla. Unë nuk do ta ndaj kontrollën, se mos më thënë fajin, po përgjithësinë ka kontrolla vetë shteti edhe punëdhënësi. Punëtori është i fundit. A ka mjaftuar shumë inspektor? Jo. Absolutisht. Tani kemi Te lashja që folë pak më herët me përgatitjen e stafit, po kemi tani diku afër 60 inspektorë, kemi pa deri tash 30 inspektor. Kjo është pa justifikueshme. Ne kemi afërsisht diku 600.000 punëtor me sa di ka Kosova, me publik dhe privat, 60 inspektor. Prishtina ka 4 inspektor të sigurisë, ku arrin, kur ka një region të tonë, po Dijeve, Obiliqe, Fushë Kosove, gjitha këto, apo Prizreni, apo Gjakova, nuk mundem, ata kanë 2 inspektor, me 2 inspektor. Tani pe shohim na këto ditë, do të 2 kompani në ditë po arrin me gjithë këtë aksion që kanë marrë. Se këta tash kanë një kontroll nga vetë, edhe kur I pyeta unë inspektor sa bojnë nga 2 inspektorë shkojnë inspektim, 2 kompani nuk arrin më shumë ditë të kontrollojnë. Do thotë jemi larg kontrollës. Kur kem parasysh që po na mungon vetësimi, sepse edhe në perëndim nuk dalin më shpesh inspektor, pa atje vetësimi është I lartë. Është më rëndësi ta cekim ta dim ku jemi na me këto fatkeqësi në raport me Evropën. Gjermania ka 40 milion kishte diku, e pash këtë shifër, 40 milion punëtor. Në 40 milion ka 400 vdekje kishte pas vitin e kaluar. Që te ta ka dalë në 100.000 punëtor, është 1 vdekje. Te ne ka dalë vitin e kaluar në 100.000 punëtor, 6 vdekje. Në raporti 6.000. Tepërt. Në shumë gjona na pjangjojmë Evropës, me veshje, me vetura, me gjithçka, me standardet e lukset e punëdhënësve, me gjitha këto, te punëtori jemi këtu. Domethënë, unë kisha bërë një apel te 2 institucionet. Institucion për që dhe punëdhënësin edhe shteti është kryesori që duhet të kontrollojë këto. Edhe kjo që ka ndodhur këto që një javë ditë të kontrollat, unë ardha në përfundim që kjo mas miri ka më bë inspektoriatit. Se vetë ata janë ty pa çfarë gjendje qenë ka Kosova. Edhe tash këto mbyllet, ndikojnë te punëdhënësit gjithsesi. Po përmirësohet dhe përmirësohet, po shqyr që këta vetë e pa inspektorët dhe më kur dalin në tren, nuk ka më çka me diskutu. E sheh para gollësin ndërprej punën. Ai ndërprej me 2 ditë 3, se shumë shpejt merren masa sigurisë. Nëse s'ka skele I qet për 2 ditë. Nëse s'ka testuar atë kranat vinçat çka ke, nëse shohim punëtor pa pajisje, do thotë për 2-3 ditë merren këto masa. Vetëm vullnet duhet, vullnet edhe moral, për gjë tjetër. Se kur do njeriu rregullohen gjërat, po dashëm për sa kohë rregullohen këto probleme? Për sa kohë? Mi zhduk nuk mund të zhdukim, se thamë. Se ndodhin edhe në vendet më të zhvilluara. Gjithmonë I them ti zvoglojmë, ti minimizojmë nga këto mundësitë. Këto me një kësi aksioni, mas 2 javë, unë mendoj që me pas vullnet tani, nëse vendisu këta, dhe nëse do t'i shohin më 2 javë, që tam do të bisedojmë, çfarë sanksione, a u mbyll ndonjë kompani që s'u hap fare, po ne do t'i shohim më 2 javë, gjitha kanë më hap. Këto, edhe nëse këta do të vendisohen, unë mendoj që për 2-3 muaj, të paktën mujna me zvoglu çat raportin 1/6 që ke bile, keqa me thënë 1/3, 3 janë shumë, po bile ta zvoglojmë diku 30-40%, ta bëjmë një mbikëqyrje ma serioze. Edhe do të nalen. Zoti Bajraktari, faleminderit shumë që erdhët sot për diskutuar një prej temave që zbesoj të ketë kosovar qytetarët I vendit që s'ka dëgjuar për lajme të tilla. Faleminderit shumë. Gjithë të mira, turojmë të mos na ndodhin më këto. Mos ndodhin më. Faleminderit.